Aksi nacional Qavbuall-Klos Vion të degradohet nga dita në ditë, ndërsa banorët dhe drejtuesit e mjeteve thonë se kërkesat e tyre për ndërhyrje kanë mbetur pa përgjigje. Që pas ndërtimit të rrugës së Arbrit në segmentin e vjetër nuk është kryer asnjë investim për rehabilitim, ndërsa mungon edhe mirëmbajtja periodike. Sipas banorëve, rruga është lënë në harres, edhe pse mbetet jetike për qarkullimin e përditshëm të banorëve të zonës. Ata shprehin se prisnin ndërhyrjen e firmës mirëmbajtëse dhe të autoritetit rrugor shqiptar, por deri tani nuk është bërë asnjë punim. Banorët kujtojnë se kjo rrugë ndërtuar në kohën e pushtimit italian ka përballuar për dekada qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rënd që transportonin mineral kromi. Sot ajo është e mbushur me gropa, deformime dhe gunga, duke e bërë lëvizjen gjithnjë më të vështirë. Kjo rrugë është për faqe të zez. Gjenof është ky fshat, kjo rrugë ka përcjell sa kromin ka përcjell kjo rrugë dhe të rrihemi këtë gjenje që është tani. Unë nuk di ta shpreh aty tje, por shteti ka dorë më të fuqishme edhe mirë është që të vënë dorë në këtë rrugë. Tamam. Tani nuk kanë vënë fare. Tani ai rrugët nuk janë pse u bën rruga e Arbrit edhe këtë të përfundoj. Po rrugë e vjetër, më do të them pra, ka parcel gjithë pasurinë e shtetit shqiptar. Kjo kromi e ka përcjell kjo rrugë. Kjo rrugë cop, po jam le, rrit, bi, pavarësisht se kom hikë ku bën lëvizje në jetën time, po kjo rrugë s'ka vënë dorë kush, që shkohet Italisë ari ndërtu rruga, edhe rruga kryesore e Matës, që merr prim Peshkopie, të shkon në Tiranë. Rruga është e ka lënë shumë masdore këto kohët e fundit, si ka bërë rruga e Arbrit, kjo ka gel masdore. Me thonë të drejtën, jemi shumë pa kënaq. Shteti bëjnë copë mi vend e le copat që rrugët e vjetra i ka lënë krejt masdore dhe është gjënof ke zoti se popullsia lëvizin, ecin, po makina i captoi dërmu me këtë rrugë, nuk merr molli më art. Ke frikë se bësh ngrëpat e bësh cop, megjithatë viç Zoti na ruaj të thonë saptoj makinat, e në më shumë do vetëm Tiranë durse se njerëzit kanë ikë kjo pjesë që është kjo gjënof me tokë, me pasuri, me pemë, me gjot gjallë kanë ngel vetëm pleqt, trit kanë ikë. Kemi ikë në moshë vjetër, në moshë vjetër jo, po i kemi lënë vetëm nga rruga dhe ujti në ujë ska fare, në vaditje është dëgjon që traverbangu shigjonit e ka shkat rrugët, shat ta zona teklës katun, bejnë, plëmbërt, këtë me thënë drejtën gjënof ke zoti. Megjithatë, ku të shko populli s'ka që me bo shteti, duhet dhe ndyrë po shteti shumë të ategjonët i limazdore, vre ato qendra tani, se to pjesa aneksa të ansore, këto të shatrave nuk merret kushme, to viç ke shpresën ke zoti. Kjo rrugë është ndërtu këtë Italisë, e ka ndërtu italiani, edhe ka 30 vjet se s'bëhet investime, edhe s'ka për të bënë herë këtu. Mu më vjekeq që më banor që vi nga Tirana jetoj këtu në Klos, për punë të mia, po më vjekeq le për dëshiru, pra shteti. Që të vetë dërë pak. Kjo ndërtu këtë Italisë, ka ndërtu italiani. Nuk kam shpinë ke varrat, ja ku kam varrin e babës, e gjyshëve, a varri, janë varrezat. është shem shtëpia 3-4 o bë rruga. Këtë Italisë, është shem shtëpia 3-4 dhe është bë rruga. Sot nuk bëhet investimi. Gropat leje, shem s'ka kanalizime, s'ka infrastrukturë. Rrugë që ka majtë gjithë verinë në Shqipërisë. Gjithë verinë në Shqipërisë e ka majtë kjo rrugë. Që nga Italia deri para 3 vjeç, a 4 vjeç që bë rruga Arbrit. Na vje keq, se na jetojmë këtu, o tash kam lënë punën në Tiranë, e shpinë Tiranë, jetoj në Tiranë, kam marrë këtu këtu. Po duhet diçka të mirë. Që shifet Shqipëria në Europë si gjithë vendet e tjera, jo. Këtu rini nuk ka. Rini nuk ka. Ka pleq nga 55, 50, deri në 70-80 vjeç. Mund të jetë një 85-90, s'ka tjetër më. Emigranti edhe me ardh, nuk rrejmë për emigrantë, se kemi njerëzit këtë jashtetit, edhe me ardh, vjetë 3 ditë, 4 ditë, të hikim punë vetë se jeton atje. Dëmtimi mjetëve është kolosal, jo kështu, kolosal. Çdo mjet, se ta tipi funit, në këtë rrugë këtu bëhet copash. Nuk ka mjetë më si ka qenë me balestra, se mjetët janë teknologjisë funit, tu është shumë vështirë. Shumë vështirë. A gjinof, siç është në gjithë ku në botën që investohet, gjithë ku në shteti e mban popullin kam, me rrugë me gjithë, nuk e bën populli, e bën shteti, infrastrukturën. Populli jeton. Edhe kthen me mirat materiale shtetit. Ku do që t'jetë? Ku do që t'jetë? Populli marrë nga shteti. Shtetit merr mirat materiale, taksa, lek, punësim, i bë tjefi njerëzimit. Po t'jetë rrugë mirë, kemi investim të mirë, rrugë të mirë, të gjithë banorët do vinë ta shohin investimin tim edhe punën time. Që punoj për me nxjerrë produkt mirë, bio.
Mi produkt mirë bio, po ferm pulësh, kam këtu, po e diçka tjetë investim i lezetshëm. Edhe të ketë pak shije, jo në shirë të fatit, rruga katastrofë. Dhe këtu, po tash është më poshtë, më lartë, këtë e katastrofë kjo rrugë. Është katastrofë, këtu ka kalu tonë lata krëm, kamiona. Jam 60 vjeç, kam fillu punë të edhe njëshin në nërtim në gjithë zonë e Burrelit, edhe sot kjo rrugë shu ka ngel. S'ka avu dërë kush një grop, ka nështru me qiment e javë. Po të shërë gropat atyja. Ka në të qiment, hajde shiti. Të qiment, jo asfalt. Grop. Qa të vi mjeti? Fuzësh 100 euro, asë 80 euro makinë që e blenë tjetëri për tjef, e vjen emigranti për tjef, të fut nuk futet tu. Jo është jo për dëshru, po nuk e lusin fëmin marrë do tu. Me tuku, nuk e lusin fëmin do. Nuk e lusin. Dret, është turp, mjallë që të bojnë këta. Ta është një, nuk e ka ndër populli, e ka ndër shteti. Shteti bon punimet, populli jeton. Problematika më e madhe konstatohet në fshatin Kloskatun, ku disa qindra metra rrugë janë bërë pothuajse të pakalueshme për automjetet e vogla. Drejtuesit e mjeteve kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, pasi kjo është rruga që përdorin çdo ditë për të shkuar në qytetin e Klosit. Banorët thonë se gjendja e rënduar e këtij aksi ka ndikuar edhe në zbrazjen e zonës nga banorët, ndërsa emigrantët shmangin hyrjen në Kloskatun për shkak të dëmtimeve që mund të shkaktohen automjeteve. Edhe pse rruga vazhdon të jetë në inventarin e autoritetit rrugor shqiptar, deri tani nuk ka asnjë sinjal për ndërhyrje.